Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot do të prezantoj byrekun më të mirë që kam provuar me peta të gatshme. Në të vërtetë mua më ka pëlqyer jashtëmase gjithë familja, ndaj ja vlen ta provoni, përgatitet dhe jashtëmase shumë lehtë, del pambuk i butë dhe një byrek i fryrë. Realisht nuk kuptohet fare që është me peta të gatshme. Mund të përdorni peta të holla ose edhe të trasha, sipas vendit që jetoni dhe sipas mundësive për të gjetur petë. Nuk përgatitet me petë të tollura vetë. Në një tas kam thyer 3 vezë, 200 g me kos ose një gotë, 250 ml qumësh ose një gotë të madhe, vaj ulliri, diku te 1/3 e gotës, parafërsisht 8 lugë gjelle. Do të thërmojmë 300 g me djath. Mund të ashtoni edhe me sy sipas dëshirës, nuk ka problem. Mjafton që të ketë pak djath që të marrë dhe shijen. Sipas djathit që do përdorni, do të kujdesni dhe kripën se sa ju duhet. E thërmojmë në këtë mënyrë në copa pak të mëdha. 2 lugë kafe me plur pjekje, pra fryrës për ëmbëlsira. Do i mbushni plot. Siç ju thash, do ju dalë një byrek i fryrë dhe i butë. Një lugë gjelle të plot me një seshte. Nëse nuk keni, mund ta zvendçoni dhe me miell. 1 lugë kafe me kripë. Gjysmë lugë kafe me sheqer, siç ju thash për kripën do e kujdesni dhe vetë. Në varësi të kripës, do ketë djathin që do përdorni. Do vazhdojmë duke e përzierë disa sekonda, nuk ka nevojë për shumë. Dhe kaq ishte, shumë e lehtë, do e lëmë njarë. Do na nevojitet një tepsi, në varësi se sa të hollë doni byrekun sipas dëshirës. Masat e tepsisë që unë kam përdorur do i gjeni te përshkrimi i videos. Poshtë do e lëj me vaj ulliri. Këtu të dashur miq kemi peta të gatshme, diku te 450 g. Petat që un kam përdorur janë pak të trasha, siç ju thash, në varësi të vendit që po jetoni, ashtu dhe do gjeni dhe petët. Në Shqipëri zakonisht janë të hollat, por nuk kanë ndonjë ndryshim të madh, del shumë i mirë dhe me të holla. Pasi të mijat janë të trasha, unë i kam ndarë për gjysmë dhe poshtë kam shtruar vetëm një petë. Ndërsa me petat të holla do të shtroni 2 petë. Dhe petat e tjera do i marrim në këtë mënyrë të zhubrosura dhe do i rregjim shpejt me përbërjen që kemi përgatitur. Disa sekonda sa të zhysni shpejt. Dhe kështu që janë të zhubrosura pa i kulluar, do i vendosni në radhë në tepsi. Masa që kemi përgatitur është e mjaftueshme për 450 g me petë të gatshme. Ndaj dhe mua më doli fiks. Nuk do i shtypni me dorë, thjesht do e shtroni shumë lehtë, do i lini të pa shtypura dhe të pa shtrënguara që të ketë ajër brenda. Sipër do i mbuloni me petë, 1 të trashë ose 2 të holla. Do i palosni pak, do vazhdojmë duke bërë prerjen. Prerja të dashur miq është e rëndësishme që të bëhet. Do të përgatisim pak vezë dhe qumësh dhe do të futet te hapësirat që kemi prerë. Në një tas thym 2 vezë dhe gjysmë gote të madhe qumësh, diku te 150 ml, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe do vazhdojmë duke përzier mirë. E hapim sipër në këtë mënyrë që të vejnë kudo nga të gjitha anët. Pasi që kemi hedhur të tërë, do e tundim në këtë mënyrë që të vejë dhe në ansoret që nuk ka vajtur. Dhe tani do e pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për afërsisht 45 minuta. Pjekjen të dashur miq do e kujdesni dhe vetë. Duhet të marrë ngjyrë të artë sipër dhe nga poshtë. Pas pjekjes mund ta lini pak të ftohet, diku te 10 minuta, jo më tepër, që të vazhdoni ta shërbeni dhe ta shijoni të ngrohtë. Jam e sigurt do t'ju pëlqejë jashtëmase. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëft të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim.